Sot në orën 11:30 mbahet seanca në GKK për Erion Veliajin, ku SPAK do të paraqesë informacionin 2 mujor mbi ecurinë e hetimeve. Veliaj ka firmosur deklaratë nga JVP Durrës dhe nuk do të jetë i pranishëm, por do të përfaqësohet nga avokati. Ndërkohë, gjykata e lartë ka saktuar datën 8 korrik ora 12 për shqyrtimin e rekursit Erion Veliajit për masën e sigurisë. Relatori është saktuar gjyqtari Albana Boksi. 2 anëtarët e tjerë të grupit gjykues do jenë Medi Bici dhe Sokol Binaj. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Sipas njoftimit të gjykatës së lartë, kjo çështje është nënshtruar gjykimit me procedurë të përshpejtuar, duke hyrë në kategorinë e çështjeve me prioritet. Më 9 qershor, apeli i GKK la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryebashkiakun e Tiranës, i cili kërkoi lirinë kundrejt garancisë pasurore, pa përcaktuar një shumë, duke ja lënë në vlerësim gjykatës, por gjyqtari Engert Pollumbi rrëzoi kërkesën, ndërsa la në fuqi edhe masën e arrestit shtëpiak për biznesmenin Elvan Apule, i cili ishte vetë në sallë. Kryebashkiaku i Tiranës është në hetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa ndodhet në arrest me burg që prej 10 shkurtit.